Mariana, duhet pyes për aktoren e mirënjohur Margarita Xhepa, e cila vetëm 2 ditë më përpara u nda nga jeta. Keni kujtime me të, si e keni? Patjetër që kam. Sigurisht ishte një ikon, por unë do ta shikoj në një këndvështrim tjetër, do t'i jap një qasje tjetër. Margarita Xhepa u largua nga ky vend dhe shkoi në botën e vërtet, në botën e përtejme, po të vërtet, e realizuar. Me role si gjyshe, me një karrierë të bukur, me miq, me shok, me fëmijë, me gjithçka. Këto janë vdekje të bukura, them unë, nuk janë vdekje me pishman. Kam kujtime goxha të bukura dhe kur vinte shikonte pjesët ku unë bëja pak role në moshë të madhe, më shikonte dhe thonte, Mariana, sa mirë i bën ti këto role. Biseda të tilla ku Margarita shprehte atë, si thua, talentin tim, po e them kështu shumë modeste këtë gjë. Kështu që them që vdekja e saj ishte një vdekje e mirë. Ndryshe nga Margarita Xhepa, vetëm dje u shfaq një video mesazh i Tinka Kurtit për aktorin e njohur Lar Vasili, dhe duke që ajo ishte në një shtëpi të moshuarish. Përsëri dhe Tinka Kurtin, edhe kjo një ikon kinematografisë të teatrit, do ta shikoj në një këndvështrim tjetër. 2 gjëra janë kur jeton shumë. O do kesh azilin, o do jesh e vetmuar. Në qoftë se ti nuk do t'i kesh njerëzit e dashur pranë. Mendoj që azili është gjëja më e mirë, dhe ajo e tha vetë këtë gjë, sepse mbi kokë kishte shumë njerëz. Vetmia është gjëja më e tmeshme në këtë botë. Vetmia është si një, kam luajtur një rol unë hënat e fundme. Vetmia është si puna asaj që ti ecën në një shkret të tirë dhe në fakt ka njerëz, por ty të duket sikur ti je në një shkret të tirë. Në fakt njerëzit janë të shumt. Kështu që qasjen e Tinka Kurtit, ose mënyrën se si ku ajo jeton, mendoj që azili është më mirë. Nuk duhet që t'i bëjnë gjërat si e kanë lënë, gjithë kjo artiste dhe e kanë lënë kështu. Shteti patjetër ndoshta duhet të paguajnë në një diçka të veçantë, po ndoshta ti bësh një udhëtim të bukur, por mosha a e lejon vallë që ajo të udhtoj, kështu që gjithsesi azili është më i mirë. Është më i mirë se sa vetmia, po them. Pra kjo mund të ishte është zgjidhja më e mirë, a mund të ishte ndonjë zgjidhje tjetër përveç kësaj? Tash unë dua të themi diçka, po ndoshta se tash fakti që ajo nuk i ka të dashurit këtu, cili shtet mund ta marrë në shtëpinë e vet, gjithsesi azili është më i mirë. Se sa vetmia, po them. Mund na thoni pak projektet aktuale me të cilën po punon Mariana? Momentalisht. Në fakt unë s'para kam qef që të tregoj projektet, sepse ndonjëherë edhe nuk realizohen. Që ke shpejt që mund t'i nxjerrësh së shpejti? Kam qef një stand-up komedi. Është e dyta, e kam bërë njërën, kam patur shumë sukses. Suksesin e them, si thua, që ka patur shumë publik, edhe jam shumë e kënaqur, kështu që po bëj të dyti. Më mirë kinema apo teatr? Nuk ndahen dot, të dyja janë shumë të bukura. Filmi është një diçka që mbetet, nuk rregullon dot asgjë mbasi ti xhiron, kurse teatrin dhe nëse mund të bësh ndonjë gabim, ditën tjetër e rregullon dhe e bën super të bukur. Ku po e gjen më shumë veten Mariana kohë të fundit? Gjithandej, por kjo është një fat që un kam. Artisti nuk është e thënë që të jetë vetëm në teatr apo në film, mund të jetë edhe në për spektakle të ndryshme. Bota ja aplikon shumë spektakle. Kështu që dhe mua më pëlqen, por të spektaklet nuk e bën do kushdo. E kam fjalën për aktorët. Mariana, ju keni një karrierë shumë të gjatë si aktore. Ma thoni pak vështirësitë me të cilën ju kur e ktheni kokën pas thua si ja kam dalë? Me çuditshme. Nuk e di, ta them, ndonjëherë më duket që jeta, aktiviteti im ka qenë shumë i gjatë, ndonjëherë më duket sikur ka qenë dje, ndonjëherë them e kam bërë dhe këtë. Më ndodh shpesh me rolet, më ndodh shpesh me librat, siç kam dhe këtë libër, por që kam bindje që do flasim më vonë për këtë librin, që më duket sikur i kam lexuar të gjithë librat, më duket sikur i kam luajtur gjithë rolet. Vështirësi ka patur shumë. Në qoftë se ti do të mbash edhe familjen,
vështirësia shkon akoma dhe më tepër. Tek unë ka prevaluar më shumë familja, por çuditërisht ka nesur paralel të dyja, si familja ashtu dhe profesioni. Sa ka qenë mbështetës familja juaj në rrugtimin tënd si aktor? Jo, nuk kam patur ndonjë mbështetje të madhe. Bashkëshorti im është nuk ka dhënë ndonjë mbështetje të madhe. Përkundrazi, kam qenë unë ajo që kam sakrifikuar shumë për atë dhe për familjen. Nuk më ka penguar asnjëherë. 2-3 gjëra të vogla mi ka thënë dhe ato janë vendosur vath në vesh që kur jemi njohur, kështu që kam patur fat dhe kam bërë një art shumë të qetë brenda shpirtit tim. Kur e kujtoni tani dhe jeni në ato bisedat e qeta me bashkëshortin, ose kur e keni pasur si diskutim, ju ka thënë ndonjë gjë që ndoshta si pendes që edhe mund t'ju kisha mbështetur më shumë? Sa inat që më vjen, asnjëherë s'ma ka thënë. Dhe më vjen shumë inat për këtë. Por ai ka gjëra tjera të mrekullueshme, të mira, që e bën këtë gjë shumë të vogël përpara asaj. Të mira që ai ka. Mariana, po flasim për teatrin dhe ose që përgjithsisht dhe artistët, nuk është se ka një lloj po them mirë kuptimi njëri me tjetrin dhe shpesh thuhet që ka xhelozi të tmerrshme. A e keni ndjerë këtë në rrugtimin tuaj dhe a vazhdon të jetë akoma prezent? Momentalisht ndoshta nuk e shoh që të jetë prezent, por në momentin që jam larguar nga teatri kombëtar, aty e pash atë xhelozin sikur unë isha Marilyn Monroe, jo Mariana Kondi. Xhelozia ishte shumë e madhe. Mbi të gjitha më vjen keq ku figura e femrës duhet mbrojtur shumë, asnjëra nga femrat e teatrit kombëtar nuk më mbrojti. Ato nuk do më mbronin mua, por ato do mbronin veten e tyre nëse ato do flisnin për figurën time. A e siguron jetesën sot një artist me profesionin e tij? Shumë vështirë. Shumë vështirë. Nëse nuk punon një punë të dytë apo një punë të tretë. Sa ju ka ndihmuar futja juaj tek Ferma VIP në kontratat më vonë? E para ka qenë një gëzim shumë i madh për mua kur jam futur ke Ferma VIP, sepse më mbas unë atë e bëja sepse më mbas më prisnin disa gjëra shumë të bukura, siç ishte festivali i filmit dhe më vonë pasaj teatri diasporës. Kështu që unë e kam shijuar atë Fermën. Por nuk e di tash, ndoshta dhe tangent kur jam bërë disa punë të tjera, ndoshta mund të ketë qenë dhe Ferma VIP. Megjithatë jo. Nuk mund ta them. Thjesht është talenti im që unë kam vazhduar ato punrat, ose siç ishte, si thua, rrjedha e punëve të mia. Ndoshta jo Ferma VIP. Ja, nuk e di. Ju ka dhënë apo i keni dhënë më shumë Fermës VIP? Jo, edhe më ka dhënë. Nga Joana që mendon ti. Po, më ka dhënë. Dhe më ka dhënë mirë. Me që jemi këtu te Ferma VIP, le të flasim pak për aktorët e Big Brother. Si e ka parë Mariana aktorët në Big Brother? Në fakt unë kam qef spektaklet, siç thash edhe më përpara, këto spektakle nuk i bën dot do kushdo. Po ti je një aktor teatri, po them, ose një aktor filmi. Aktorët e filmit dhe teatrit mbeten në kuadrin e tyre. Kështu që duhet të jesh shumë elokuent, shumë fleksibël, domethënë që të arrish të bësh, ose duhet të jesh shumë karizmatik. Duhet të jesh shumë paqësore, duhet të kesh shumë karizëm që ti bësh edhe këto spektakle. Për sa i përket Big Brother, unë e shoh, bile një ditë shkruajta, pra një video dhe odha dhe thash që ato shumë ngacmojnë moshën e Rozanës, ku thojnë për shkakun, ua, moshë e madhe, 45 vjeç, ajo njëra i thotë ti je mamaja ime, ç'është kjo moshë ande këtej. Thash me veten time, po sikur të futem unë, vallë çdo më thonë, unë të isha stërgjyshja e këtyre. Në fakt, i pëlqej, i shikoj, po jo që unë të futem në Big Brother. Më pëlqen, është një lloj argëtimi e para punës dhe e dyta, aty shikon tipa të ndryshme, karaktere të ndryshme, ku ti ndërlidh shumë bukur për ti zbatuar dhe për ti vendosur, unë të paktën profesionin tim. Përgjithsisht aktori në momentin që del në skenë, se edhe Big Brother dhe Ferma VIP është një farë skene, futet në rol. Show, po patjetër. A mendon ti që të qenur 24 orë para kamerave, ky aktori del nga roli dhe mund të jetë individi? Unë them jo, sepse
na falni për zhurmën, unë them që aty nuk mund të luaj dot njeri, mund të luash ndoshta ditën e parë dhe të dytë, më vonë nuk luaj dot, sepse ti harron që ke kamera, ti harron komunikimin me njëri tjetrin, ti harron shumë gjëra dhe të humbet ajo lloj gjëja. Por që kam zbuluar unë, e mira e të mirave është që ti ta shijosh atë, duke shijuar atë Big Brother qoftë, apo Ferma VIP, duke shijuar atë dalin shumë gjëra të tjera që ti do t'i bësh ballë dialogjeve dhe bisedave ndryshme që ndodhin. Po ndryshojnë nga njëra tjetra, Ferma VIP ndryshon nga Big Brother. Në Ferma VIP është me që se më pyetet, unë vendosa, bashkë me kolegët e tjerë, vendosëm që të jepnim një model shumë të veçantë, shumë të bukur, shumë human. Rregullat e shtëpisë, do më thonë një tavolinë që ne drekën do ta hanim gjithmonë bashkë, ashtu siç po vazhdojnë akoma edhe sot. Në fakt, ke Ferma VIP aty ishin shumë të vegjël, ishin shumë më të vegjël se sa unë, kështu që unë detyrimisht bëra një lojë tjetër duke nxjerrë në pa disa nga personazhet, siç ishte Buçko, për shembull, nxirja ato të mira që kishte sepse ishin dhe të ndrojtur, apo Dionisin, apo Ditea Berishën, apo Renisin, apo të gjitha këto. Kështu që kaloj shumë bukur Ferma. Doli Mariana nga Ferma me disa miq më shumë. Po, në New York, në Boston, në Connecticut, Ulster, në disa vende ku u bë festivali i filmit, ku aty mora dhe çmim, dhe midis të tjerave ato pyesnin për Fermën. Kështu që Ferma luajt një rol goxha të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pak më parë ju na treguat një libër. A mund na thoni për çfarë libri bëhet? Me kënaqësinë më të madhe çuditërisht dhe unë e kam marrë me vete. Këto ikona që ne të dy tani biseduam, siç ishte Margarita dhe Tinga, ne kemi dhe një legjend, doja të thoja, një profesional, një njerëz të mrekullueshëm, një kineast, një regjizor, siç është Dimitër Anagnosi, dhe unë mora këtë libër sot, Treni ADN. Është një libër me poezi, me ese, ku profesor Anagnosi ka shkruar dhe kaq bukur, kaq të vërteta dhe kaq shqip. Është fat për ne që e kemi, është fat që Shqipëria e ka, është fat edhe për mua që unë e kam mik, dhe sikur vetëm një poezi të profesor Anagnosi të lexosh në këtë libër, bësh i but. Mëson se si të dashurosh, mëson se si të punosh. Kryesisht ky libër është me dashuri ku ai ja dedikon bashkëshortes së tij dhe flet për mbesën dhe për niprat e tij. Ky është profesor Dimitër Anagnosi, që unë jam shumë krenare dhe shumë jam, nuk e di, në qiellin e shtatë që unë i kam miq që të dy. Si profesor Anagnosi, ashtu dhe Roza Anagnosi. Prandaj ju lutem, jam që jam, unë them që këtë libër duhet ta bleni, sepse është vërtet shumë i bukur. Ka gjëra shumë interesante, vërtet janë poezi, dhe poezia është elit. Poezia, opera, gjitha këto teatri janë elita, por brenda kësaj gjëje mëson shumë. Profesor Anagnosi kishte një shprehje shumë të bukur, ku thonte: filmi është shqip, është i bukur se është shqip, romani është i bukur sepse është shqip. Kështu duhet ta kuptojnë të gjithë kur lexon pjesët e profesor Anagnosi, ashtu si dhe filmi i tij Gjoleka i Birja Bazit ishte shqip, aty ku luajta dhe unë, dhe për këtë jam shumë e lumtur. Ne kam dhe i pyetje të fundit. A është Shqipëria një vend i mirë dhe dashamirës për artistët? Publiku po. Publiku të do shumë, të vlerëson shumë. E kam ndjerë këtë gjë në Boston, New York, ku ishim me teatrin e diasporës. E kam ndjerë sigurisht edhe në Shqipëri, këtu ku unë jetoj. Pastaj po t'i futemi gjërave të tjera. S'po e themi fare se kuptohet. Shumë faleminderit për intervistë. Asgjë.